أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله نفلندرojmë salavatet, selamet I adresoj Muhammed Mustafas, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, fisnik dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin gjurmët e tij deri në kiamet. Allah në falenderojmë që gjindemi në këtë muaj të bekuar, muajin Ramazan. Lutim Zotin xhalla xhelaluhu gjitha ibadetet, adhurimet që I bën njeriu në këtë muaj, Allahu t'i pranon prej neve si musliman. Një hadith të pejgamberit alayhi salatu selam, hadith të cilin e përcjell një shok I pejgamberit alayhi salatu selam, Abdullah bin Salam, I cili thot se hera e parë që e kam pa pejgamberin alayhi salatu selam kur erdhi në Medinë prej Mekës, thot e kuptova dhe e shikova në fytyrë mirë dhe e pa se ky njeri është njeri besnik. Pastaj thot fjalët e para të cilët I kam dëgjuar prej Muhammedit alayhi salatu selam, I cili tha: Ja ayyuhan nasu afshu salam wa at'imu at'am. Ju drejtu njerëzve dhe ju thau ju njerëz, shpërndajeni selamin, wa at'imu at'am, jepni ushqim nevojtarëve, jepni ushqim ata të cilët kanë nevojë, wasilul arham, dhe mbani lidhjet farefisnore ndërmjet veti, qoftë nga ana e babait apo nga ana e nanës, wasallu bil leili wan nasu niyam, dhe falni namaz kur njerëzit janë duke pushuar, duke fjet, tadkhulul jannata bisalam, do të hini në xhennetet e Allahu dhul xhelal me selam, me paqe. Nga ky hadith kuptojmë se Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam na bën me dije që dhënia apo shpërndarja e selamit është prej gjërave që afrohet njeriu me një musliman, afrohet me vëllezërit dhe shtohet dashuria, dhe për këtë na ka porosit pejgamberi alayhi salatu wassalam që njeriu t'i jap selam ata që e njeh dhe ata që nuk e njeh, sepse është përshëndetje e banorëve të xhennetit, ku me këtë përshëndetje do të përshëndeten xhenetlit ditën kur do të hyjnë në xhennet, dhe Allahu dhul xhelal është prej emrave të Zotit xhalla xhelaluhu as-salam. Kjo është porosia e parë që e dha pejgamberi alayhi salatu selam, që përcjell këtë hadith Abdullah bin Salami nga Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Porosia di që e dha pejgamberi alayhi salatu selam që njeriu në këtë muaj dhe jashtë muajit Ramazan të jap, të shpërndan ushqim atyre që kanë nevojë, dhe kjo të bëhet vetëm për hir të Zotit xhalla xhelaluhu, sepse Allahu dhul xhelal në Kur'anin e Kerim tregon për shokët e pejgamberit alayhi salatu selam, të cilët kanë dhënë ushqim, dhe ka zbrit një ajet që kanë qenë shkak një numër I ashabëve të pejgamberit alayhi salam që kanë dhënë ushqim dhe kanë bërë mirë duke ndihmuar nevojtarët, ku Zoti xhalla xhelalu tregon për ata njerëz që ishin besnik ndaj pejgamberit alayhi salatu selam, ku Allahu tregon në Kur'anin e Kerim thot: Innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Ne ju ushqejmë, ju ndihmojmë për hir të Zotit xhalla xhelaluhu, nuk kërkojmë për jush as ndonjë falënderim dhe as nuk kërkojmë që ju të na ndihmoni diçka me pasuri. Kjo na bën të qartë ajet kuranor se njeriu duhet në këtë muaj të bekuar të shton të mirat gjatë ditëve dhe gjatë netëve që kemi një muaj të caktuar me plot begati që na vjen nga ana e Zotit xhalla xhelaluhu. Pastaj pejgamberi alayhi salatu selam na porosit, dhe kjo është porosia e tretë, dhe thot mbani lidhjet farefisnore, që njeriu të ketë kujdes që ti mban lidhjet me të afërmit e tij, sepse lidhja farefisnore ka të bëjë me lidhjen që e ka njeriu mes robit dhe krijuesit të vet, mes njeriu dhe Allahut dhul xhelal, ku është ardhur në një hadith të pejgamberit alayhi salatu selam se lidhja farefisnore me akraballokun është e lidhur me arshin e Allahut dhul xhelal, dhe Allahu dhul xhelal thot: Men wasalani wasalahu Allah. Thot pejgamberi alayhi salatu selam, kush I man lidhjet me akraballokun, me farefisin, qoftë nga ana e babait, qoftë nga ana e nanës, Allahu dhul xhelal do t'i mban lidhjet me atë njeri. Sado që njeriu të jetë afër njerëzve të vet që I ka për obligim për të ndihmuar, për të vizituar, aq që më shumë bëhet lidhja ndërmjet robit të Allahut dhul xhelal dhe Zotit xhalla xhelaluhu. Dhe thot pejgamberi selam në këtë hadith,
kush i shkëput lidhjet farefisnore, qoftë nga ana e babës apo e nënës, atëherë Zoti xhalla xhelaluhu do të thotë, ai cili shkëput lidhjet farefisnore e ka shkëputur lidhjen me Zotin xhalla xhelaluhu. Për këtë duhet të ketë kujdes njeriu që sa më afër familjes është më afër Allahut fuqiplot, dhe sa më larg familjes është aq më larg krijuesit të vet, aq më larg Allahut dhul xhelal. Dhe për këtë erdhi një njeri dhe i tha pejgamberit alayhi salatu selam, ja Rasulullah, unë kujdesem për familjarët e mi, unë shkoj dhe ata nuk vinë tek unë. Tha, çka me boja Rasulullah? Pejgamberi alayhi salatu selam tha, nuk është ai njeri i cili i mban lidhet kur ti shkon dikun dhe ai vjen te ti, atëherë vazhdon ajo të jetë lidhje farefisnore, të jetë ndërsjellë, ti shkon ai vjen. Mirë po, tha pejgamberi selam, kur ti i viziton akraballokun, e viziton farefisin tënd, pastaj ata ti të bojkotojnë, ata nuk vinë. Pejgamberi selam i tha sahabijut, shokut të vet, tha, vazhdo ti mbash lidhjet me ata edhe pse ata nuk vinë për të vizituar. Pastaj porosia e katër që jep në këtë hadith pejgamberi alayhi salatu selam është që njeriu të ketë kujdes të bën namaz natën, që ka të bëjë me namazin nafile që është në Ramazan, është edhe jashtë Ramazanit. Shifni se në këtë hadith kemi 4 dobi, 4 mësime i merr njeriu që Islami e nxit njeriu që të bën mirë, të jap ushqim, të shpërndan selamin, të iman lidhjet farefisnore dhe të falë namaz natë kur mundet njeriu. Në këtë muaj të Ramazanit është lloj-llojshmëria e ibadeteve, lloj-llojshmëria e dhurimeve që ndoshta jashtë muajit Ramazan nuk mund t'i gjejë njeriu. Në Ramazan kemi agjerim, kemi lexim të Kuranit Kerimit, pasi që është muaji i Kuranit Kerimit, kemi namaz natë, kemi taravih duke filluar, pasi që njeriu të bën iftar, pastaj do të hin koha e taravihis, do të fal namaz dhe do të vazhdon deri në sabat të fal njeriu namaz. E shifni se sa bukur Allahu fuqiplot e ka bërë këtë muaj dhe e ka mbushur me ibadete, me adhurime, që njeriu nëse nuk mund të agjeron brenda ditës i cili është i sëmur dhe është i privuar nga agjerimi, ka leje prej mjekut i cili nuk mund të agjeron, atëherë mund të lexon Kur'anin Kerim. Ai cili nuk mundet të lexon Kur'an mund të bën agjerim apo të fal namaz natë, apo të fal taravin mas paku me imam derisa të falet salatu vitri. Për këtë pejgamberi alayhis salam tha, nëse i bani këto punë, e shpërndani selamin, jepni ushqim, imani lidhet farefisnore, dhe e katërta, falni namaz natë, thot tadkhulul jannata bisalam, keni me u fut në xhenetet e Allahut dhul xhelal me selam, me paqe. Kanë thënë disa dietarë se njeriu kur futet në xhenet me paqe, kanë thënë se ndoshta nëse i bën këtë punë dhe largohet nga haramet, i bën atë punë që na ka porositur Allahu dhul xhelal dhe pejgamberi alayhi salatu selam, do të hyjë në xhenet hiç pa u fut në xhehenem. Allahu na ruaj dhe na bëf për atyre që kanë nxit Islami dhe kanë nxit pejgamberi alayhi salatu selam, që një besimtar, një musliman të bën këtë punë të mira, që të jetë për atyre që shpërndan selamin. Nëse do thot pejgamberi selam të shtohet të rreziku, atëherë jepni dhe shpërndani selam, është mirë jashtë Ramazanit dhe në Ramazan sidomos që njeriu t'i thirr farefisin, t'i thirr dashamirët, t'i thirr nevojtarët, që jap një iftar, se është shumë mirë që njeriu të ushtron ushqim nevojtarëve, po që ushtron ushqim edhe farefisit, dashamirë, mi që i ka, dhe të mundohet sa do pak të zbuten zemrat tona dhe të lidhemi me farefisin sa më shumë. Nëse do njeriu të lidhet mirë me Zotin xhalla xhelaluhu, hiç mos u habet. Aq sa i afër familjarëve, aq afër kemë qenë afër Allahut xhelal. Sa më larg farefisit, sa më larg atyre që duhet të vizituar, aq më larg Allahut dhul xhelal. Dhe të mundohet njeriu, se janë ditë të caktuara, të numëruara, 29-30 ditë. Shkojnë shpejt, vjen fillimi, vjen mbarimi, aq shpejt siç kalon koha, kalon nimri një ditë, duhet me dalë para Zotit xhalla xhelaluhu. Këto 4 porosi, këto mësime, 4 mësime që i merr njeriu nga ky hadith i pejgamberit alayhi salatu wasallam, që e përcjell këtë hadith Abdullah bin Salam, i cili ka qenë jehudi, me dëshirë ka prit para se të bëhet musliman, prit në Medinë se kush është ky njeri Muhamedi alayhi salatu wasallam. Thash në fillim, dhe kur e pa, thot vallahi, thot e pa se ky njeri është fitir e besnikut, nuk është fitir që mashron, nuk është njeri që gënjen dhe i mashron të tjerët, dhe për këtë pastaj e ka pranuar dinën e Zotit xhalla xhelaluhu. Edhe kush i bën këtë punë,
thot pejgamberi alayhi salatu selam, tadkhulul jannata bisalam, akoma mirë të futet njeriu në xhenet, të futet pa të lashe, pa derte, pa brenga, të futet pa u llogarit me lejen e Allahut xhelalu, Allahu xhelal që të na bë prej kësaj kategorie që të marrë me këto katër mësime, katër dobi që i nxjerr njeriu nga kjo hadith, pse ka ende për të folur për shkak kohës që është e kufizuar. Lutim Allahun xhelal që njeriu nëse nuk gjendet për atyre që jep selam, atëherë të gjendet për atyre që jep ushqim. Nëse nuk gjendet në këto katër mësime, atëherë ku do të gjendet muslimani, kur dhe si do të hinë në xhenetet e Zotit xhelal. Për këtë lutem Allahun xhelal që na bën për atyre që japim selamin, japim ushqim, mbajmë lidhjet farefisnore dhe falim namaz kur njerëzit të tjerët po shojnë, dhe Allahu na thot një ditë hini në xhenet me selam. Allah na fal neve dhe ata që kanë shkuar para neve. Wa aqulu qawli hadha fa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.